Po, dhe Alisa nuk mundëm mos me të pyte pak edhe për këtë pjesën, probleme me ujë kishte edhe në Pomozotina, po me Zbardh, afër fshatit Bardh të Madh në fushë Kosovë, për disa kohë pra që patën probleme me ujin, çka po ndodh atje? Po, realisht probleme me ujin ka pas edhe në disa pika të kryeqytetit edhe atje. Keqpërdorimi i ujit veç ka fillu. Në më thënë, konsumi ujë është rrit jashtëzakonisht, ne dje kemi apeluar të qytetarët që ujë ta shpenzojnë për nevoja shtëpiake, jo për ujitje të kopshteve, bashqeve, arave tyre. Dje kemi zënë po ashtu edhe shumë lidhje ilegale në fshatin Prugofc, edhe lidhjet ilegale dëmtojnë sistemin e furnizimit me ujë, sidomos furnizimin me ujë për qytetarët e ndërgjegjshëm. Andaj apelojmë të gjithë qytetarët që në këtë kohë me këto temperatura, përveç ditës sotme që pak kanë rënë, që ujin ta shpenzojnë vetëm për nevoja higjienike, shtëpiake dhe asesi për destinime tjera të parsryeshme. Mirë po ne do e bëjmë një plan të menaxhimit shumë shpejt në mënyrë që uji të shpërndahet në mënyrë të barabartë te secili konsumator. Por në anën tjetër, ne diku prej 5 deri në 15 raste brenda ditës intervenojmë në pjesë të ndryshme, në zona të ndryshme, aty ku na lajmërojnë qytetarët dhe normalisht në momentin e intervenimit apo sanimit gypit, patjetër që duhet ndërprerë uji deri në sanimin e problemeve. Po, Arieta, unë falenderoj shumë për gjitha këto përgjigje dhe për raportimet pra që u dhe përgjigje realisht ankesat e qytetarëve.